Mirë, miqtë dashur, si që kemi premtuar natyrisht në këtë pjesë të dytë, do ta nisim me muzikë të mirë, me këngë ritmike, por edhe me protagonistë shumë interesantë të këngëve, jo vetëm të verës, por edhe këto këngë në fakt që kanë bashkëpunime me emra shumë të njohur, por edhe vajza që natyrisht bashkëpunon me një super artist që është Sabri Fezullau, ka një zë fantastik. Unë gjatë ditës së djeshme hyra duke parë, duke dëgjuar dhe vërtet ajo ja thonte mirë, jo vetëm muzikës popullore, qytetare dhe natyrisht baladave të lehta, por dhe muzikës së huaj. Por te kjo populloria dhe ky bashkëpunim do të ndalemi për të mësuar më shumë me të, sepse më ka thënë që është më duket ande nga Italia, por pse është në Itali dhe kush është me ne dhe për kë po flas, në këtë moment unë dua ta përshëndes këngëtaren Jehona Lumi. Përshëndetje Jehona. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Buongiorno me që je atje në Itali. Si jemi italishtë ti? Buongiorno. Me kuptu këgja mirë, me fol pak. Me fol pak, s'ka problem. Me fol pak në ngecje. A mund të pyesim je për pushime, pse pikërisht aty në Kalabri për momentin? Po, me tregu drejti kemi pas aranzhu këto pushime për janarit. Po? Në mënyrë që me pushu pak, ma ndë fillon sezona korrekt deri me 10 gusht jemi me dasma me neja, kështu që kemi shfrytzu pak këtë kohë me pushu. Me marrë energji. Kështu që kena me nejt një 8 dit me pushu mirë, ma ndë më këty prapa ndë me punë. Me marrë energji apo jo? Po. Mirë, lëshoja pak italianëve aty dhe këngën më të re me Sabriun, një këngë në fakt shumë e bukur, ka 6 ditë që është edhe publikuar. Më thuaj pak mesazhin e parë të mirë, pozitiv, kush ta dha, kush ta dërgoi, kush ta telefonoi për këtë bashkëpunim? Fillimisht familjarët, se me tregu drejt veç 2 persona vja kom lëshu kështu me dëgju para prakisht. Edhe nuk e di se sikur në projektet e tjera kur ja kum shumë njerëzve këngët e mia sikur pak i marrsha afër zemrës shumë, edhe kom dashur që tash e tutje mos më lëshu para prakisht, kështu që kur i kom treguar me Sabriun, ajo kurreshtja ka vazhdu me qenë aloma e madhe. Mandej kur u plasu, ka pas shumë komente pozitive, edhe shumë komente të mira, edhe kom po që me klikime ka shku shumë mirë, edhe me një feedback shumë ma pozitiv në ashta që e kësha menu na e herë. Në fakt është Po s'harrojmë që ka qenë një ndërë shumë i madh, një knatësi e pa përshkrume me bashkëpunu me Agjen Sabri. Do të pyesim edhe për këtë, por kam një tjetër pyetje në fillim fare, të shkroj më pas, të telefonoj Sabriu kur u takuat, kur lancuat këngën, çfarë tha? Ishte pritshmëria, sepse ai ka besuar gjithmonë sa diu në zërin tënd. Po, Agjen Sabri mandej na ka kontaktu edhe normalisht i ka pëlqyer edhe video se si ka dalë edhe gjithçka, mandej kemi qenë edhe në disa intervista bashkë, kemi pas plan që edhe disa tjera, po mandej ne jemi me pushime, ai ka koncertet e veta, po gjithsesi që kemi dalë të kënaqur dy palët. Dhe unë e di në fakt që kjo këngë ka nisur në fillim fare ekstra për Sabriun nga bashorti nga bashorti juaj, në fakt që është producent dhe është muzikant. Kemi këtë ndërprerjen Tropeja Kalabri. Nuk ka mirë internet aty në Itali. Tani po dëgjojmë më mirë, kishim një ndërprerje të vogla. Po thoja. Po mundohem me ofru, mos ka ma shumë internet këndejse. Okej, mos na trego të vende bukura atje, se të kemi zilim më pas afër detit. Por, po thoja, kënga është nisur ekstra në fillim fare nga producenti që është bashorti juaj për Sabriun. Më pas, ishte kjo ideja edhe premtimi i tij për të bërë një duet së bashku, na thuaj paksa. Fillimisht si ide ose ndoshta një dëshirë që e ka shpreh Agjen Sabri, ka qenë çlimet e vitit të ri, ku unë kom këndu një këngë të tij Goditje në zemër. Munden me gjetë ndoshta kushdo, sepse është në YouTube si verzion. Pas asaj më tha shumë mirë, ta ke sjell këtë këngë, ta ke shumë zo ngjyrë të bukur, ta edhe
kemi me pas një bashkëpunim së bashku, edhe fillimisht po tregoj më duke pa besueshme. Mandej duke u taku në televizion edhe mandej ka pas ai disa projekte që ka bërë në studiot e na bashkë me Rinorin. Edhe konga ka qenë fillimisht për to, mandej dindi tha ideja tha që sa bre, po me pas provu me e honën e kom bo mandej në versionin tem i ka pëlqyer shumë edhe kështu rrjeti si ide, domethënë. Madje kishe thënë nuk është nevoja fare ta riregjistrosh versioni i parë, zëri yt ishte mirë. Po se kur komi me incizu studion nuk e komendu që kam qenë version final edhe kom knu si shpejt. Po mandej kur e ka dëgjuar që sa bre jo, ka thonë s'ka nevojë me ndryshu kur gjo edhe mandej mbet çaj version që e bana. Në momentin që u publikua kënga dhe është duke ecur shumë mirë edhe në YouTube, është një këngë vërtet taman për verën, kanë ardhur ndaj teje, por dhe kemi dëgjuar dy xheloza me dy mesazhe xhelozie, domethënë. Janë dy artistë, është vërtet do ma thuash ti. Për shembull, ka pasur xhelozi të madhe shumë Ledina Çelo që thotë ma more Sabriun që dikur këndojnë atë ma ke prish gjumin e natës. Ose ka qenë një xheloz tjetër, në thojza po e themi këtë nga ana e Mamut Ferrati. Ti ke një bashkëpunim me Mamutin? Kanë thënë? Po. Mendon që ke bërë pak kështu xhelozi, ka thënë për shembull Mamut Ferrati që po pse me Sabriun se na i more klikimet apo ja? Me tregu drejt, unë e di që shumica, po menoj kush s'kish pas qef me bo një kong me legendën, me Axhin Sabri. Edhe ndihem shumë e privilegjume për qëtë rast, po tregoj drejt edhe kom falenderu publikisht. Mas pari pse ka vlerësu talentin tem, sepse për ata që më njohin e din rrugtimin tim unë gjithmonë pa u impenju shumë, kom dosh që njerëz me vlerësu veç për talentin që e kam për zonin që e kam edhe mu po qefi që e dita bash një person shumë i rëndësishëm i skenës tonë të muzikës me vlerësu edhe me përkron këtë aspekt, kështu që njëra shumë me fat që ka ndodhur kjo gjë. E tani do të kesh ftesa, besoj, do të pranoje ti të shkoj të këndoje këtë këngë për shembull vetëm pa Sabriun në një dasëm, nuk e di se ku, në një ambient, apo do doje gjithmonë ta këndoje në këtë ambient, qof koncert, mbrëmje muzikore apo dasëm, gjithmonë përkrah Sabriut? Normalisht që përkrah Sabri është ideal, ja, sepse këngën e kemi bashkë, mirë po kemi me bona në përdosma, edhe nëse nuk është i pranishëm Axhi Sabri, se po besoj që njerëzve që kanë dëgjuar dhe kanë me kënu bashkë me neve, kështu që... Mire, ke takuar më duket para jo shumë kohësh, para 3 viteve ke takuar kështu live Sabri Feyzullahun, ndërkohë që ti edhe shumë ne të tjerë jemi rritur me muzikën e ti. Më thuaj, diçka tjetër që sa di unë, sa kam marrë informacione, besoj se nuk jam i gabuar, ti ke nisur edhe në audicione talentësh në Shqipëri apo jo? Ashtu e ke nisur karrierën tënde muzikore? Realisht, unë kom këndu si fëmijë në koncerte e festivalet të ndryshme, kom marrë edhe çmime të ndryshme. Mirë po, ndoshta kthesa më e madhe ka qenë The Voice, ku unë mora pjesë atje, mandej fillun me ushtu kërkesat në Prishtinë për me bo muzik live në për pubet, në për vendet ku servoj muzika live atë ku. Edhe fillua me marrë ftesa realisht për muzikantëve më të mirë që i ka skenat e na. Edhe që me tregu drejt nuk unë isha edhe gati, thosha jam unë e qaq e mirë sa me bo muzik me muzikanta tonë më të mirë po ka qenë një rrugtim shumë i mbarë. Edhe kemi kalu shumë mirë, shumë vite bashkë të bashkëpunu me muzikantë të ndryshëm, duke marrë pjesë në festivalet të ndryshme, siç ka qenë Top Festi, Zambaku i Prizrenit, ku ka marrë çmime, Kosovarja këndon, mandej edhe kompeticione tjera të organizume prej ndërkombëtarëve, ku i ka marrë çmimet kryesore. Ti qenë edhe në festivalin? Karriera jam ka ecë pak si ma ka dalë, po me hopat sigur deri tash. Më duke ke qenë në festivalin e këngës në Prishtinë apo jo? Po kam qenë edhe në festivalin e këngës në Prishtinë. Do me thënë që...
Ajo këngë Po? sikur nuk u realizu që ashtu që shna kemi pas në plan për këtë arsye dhe tash në shtator do ta risjell me videoklip në versionin origjinal që ka qenë. Do të thonë që shna kemi pas ide për me performu në festival. Kjo nuk të ka zhgënyer që nesër mund t'jesh përsëri kur Kosova të jetë për shembull kandidate për të qenë në festivalin evropian. Synon për shembull Jehona një skenë kaq të madhe evropiane? Më do të me mendu edhe pak me tregu drejt. Se ka fillu pak me u zhgënyer prej këtyne festivale kohëve të fundit, po do ta mendoj. Do ta mendoj edhe pak. Me thënë të drejtën më mirë bën klipe, bashkëpunime, këngë të bukura dhe ka më shumë ftesa dhe pare. Besoj ta kanë thënë a din si muzika live, po mendoj unë për atë gjë një. Për ata që më njohin e din që unë këndoj live. Po, është vërtet. Tërkohës jam në një televizion ku çdo javë performoj live, ndoshta për 4 vite e kam mbi 500 mos tam performanca live, kështu që po besoj që do të me patjetër me tregu një pjesë cilën vetë se e di një. Është shumë e vërtet. Dhe ti ku ndjesh më mirë shpirti yt, ku është në paqe kur këndon dhe në atë habitatin tënd më shumë kur këndon në këto baladat, këngët e huaja, ku këndon këngë qytetare shqiptare? Ku je më mirë ti vetë? Drejt, po shprejna shumë sinqerisht. Ka qenë ajo periudha e adoleshencës ku ti qysh më do ke ma interesant me këndu këngë të huja, kisha qef ma shumë. Mirë po tash kohëve të fundit e shoh që na kemi shumë muzikë të posur shqipe dhe kështu që kam fillu ma shumë e dosht. Edhe pse po thamë unë prej klasës 2 kam qenë pjesë e shoqënive kulturore artistike, ku kemi marrë pjesë në shumë koncerte, festivale ku servu muzika mirëfillte jona. Mirë, po me kalimin e kohës se cilën ere ma shumë po rrite dashnia për këngët e tona, kështu që nuk e kam probleme dhe muzikën e huaj, po kam qef mi dhonë ma shumë rëndësi këngëve tona. Sidomos disa këngë shumë të mira që janë, po që nuk e kanë marrë ndoshta vëmendjen e caktuar. Unë kom pas edhe një koncert recital me këngë shqipe. Po shpresoj shumë që deri në fund vitit ka me arrit me bë edhe një festival tjetër të dytë, paka shumë me të njëjtat motive, kështu që shqip kur këndoj po ndihem më mirë. Edhe mirë bën në fakt. Shkojmë tek kënga edhe një herë, tek dueti me Sabri Fezullahun. Ti ke lind për mua, e di që këngën e ka bë bashorti jot, është një dedikim për ty? Është një dedikim për ty me tekstin kush është marrë? Rinori e ka bo tekstin, burri, tash do të me pyta to, se që ka mendu sigurisht ndoshta do të ketë bëj me mu diçka. Unë nuk e kam të informacion, ju keni bërë dasëm, sepse keni dhe fëmija, apo jo? Po, ne jemi të martu, edhe kemi një djalë 4 vjet e gjys. Keni bërë dasëm, po? Po, kemi bërë dasëm. Kush ka kënduar në dasmën tuaj, e mban mend? Mos më thuaj që ka kënduar ti vetë. Edhe unë kam kënduar gjithçysh, po. Kam këndu edhe unë mirë, po ka qenë Gentian Gojani, Mentor Haziri, Drana Bozi, ka pas këngëtor të ndryshëm kolegë tonë, edhe kemi ftu edhe kanë këndu, kështu. Mos të harroj se ka pas shumë, se mandi u bo dasma u bo si ne qefit edhe koncert. Ka shku shumë mirë si na ama mirë ka qenë shumë. Fëmia është çfarë moshe the? 4 vjet e gjys. Të dëgjon? E dëgjon muzikën tënde? Për shembull, këtë klipin e fundit? Po shikon? Po, e dëgjon, i ka pëlqyer edhe shpesh e dëgjoj që kë refrenin e këndon. Edhe kom dëgju kështu nga kolegët e me që kur te këndon fëmiu që i mbetet në vesh, mosa sigurisht që ka me akceptu, adën si diçka ma të mirë dhe ma të natyrshme me këndu. E kështu që ka qef shumë e dëgju muzik, dëgjon edhe ai duket se ka vesh, i ka gjenet mirë, po është edhe i vogël. Po shkencëtar nuk do dalë nga 2 muzikantë, fëmia në këtë rast. Okej. Po pra, edhe 2 familje të edhe nana em ka këndu kur ka qenë e re. Komplet familja. Gjenet prej cilës i kam trashëguar, mandej avjerrim, agjyrim, babi rinit edhe ai ka qenë gitarist, burri është muzicien. Besoj që do t'i ketë gjenet, po asnjëherë miu impenjur që marr me patjetër me. Gaboja po edhe ti veti bie një instrumenti muzikor? Po,
një bitarës, po s'mund të them që jam farë gitariste, po e di qka, i bisa me për cilë veten, kështu i di akordet e gjona, mirë po, gitara më ka pëlqy gjithmonë si fëmi, i kam 1-3 gitarat mijat, kështu që Na tregome po pas kohë me tregu drejt kohëve të fundit edhe s'është që fort po kam kohë, mirë po e gjej ndonjëherë ndonjë kohë për ndaj këngë që mu më flenë zemër për ndaj farë periudhe caktume, nxjerr si cover aty në Instagram, kështu. Na tregome që me pushime, çfarë muzike po dëgjon, cila është kënga hit e momentit shqiptare që ty të flen mirë në vesh dhe dëgjoni atje, me që je në pushime? Me tregu drejt gjatë rrugës e kështu në prodhime ma shumë kena dëgju këtë herë muzikë të hujnë ajere Clapton ose diçka të tillë. Këngën tonë që e kemi lansë. e kemi dëgju mos ka mujt diçka me qenë ma mirë. Po ka këngë këto hitet e fundit që s'ki ka ikë dhe që i dëgjon. Do t'jetë kënga e re së bashku me ndonjë bashkëpunim me ndonjë artist tjetër apo vetëm? Jo, tash do t'i kem 2 projekte të mia vetëm. Si që ceka pak ma herët, në shtator do e lansë të videoklipin e këngës së festivalit që ka marrë pjesë, tash edhe pak ma herët me një verzion pak ma ndryshe, ndërsa tash në verë është edhe një tjetër vetë që ka me lansu mirë, po s'po zbuloj ma shumë. Mirë, të urojmë shumë suksese dhe vazhdon aty ku the me muzikën shqiptare, natyrisht qoftë ato me baladat, me muzikën qytetare, por dhe me këto këngë që janë taman festive dhe i përshtatën edhe verës. Faleminderit shumë, na fal që ta prishëm pak rehatin e pushimeve, po kështu është kur bashkëpunojmë me Sabrinën dhe kështu është në fakt tregu i muzikës, ne gazetarët duhet t'i peshkojmë artistët dhe t'i kemi, pavarësisht se pushojnë. Faleminderit shumë edhe juve që ju ka rënë mend për aftësinë që e keni gjetë me ma ofru. Shumë suksese me emisionin dhe do të shifemi kismet tjetër në studio. Patjetër. Mundesh në fund, nuk e di nëse ke bërë një rolin e moderatorës, ta prezantosh ti këngën dhe klipin, ta ndjekim tani të plot nga A-ja në Z, bashkëpunimin me Sabri Fezullan. Prezantoje vetë, për të gjithë ata që janë duke na parë dhe duke na ndjekur. Okej, patjetër. Edhe njerë për ata që ndoshta s'kanë qenë prej fillimit, unë jam Jehuna Lumi dhe në vazhdim do të ndiqni këngën time më të re me legjendën Sabri Fezullan, Ti ke lind për mua, në radio televizionin 21. Faleminderit, suksese dhe ne dëgjojmë së bashku, miq të dashur.